Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhur e falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërkohë vëllezër, jemi edhe sot në takimin e radhës, në takimet e Ramazanit pas namazit sabahut, dhe në kuadër të asaj që më duke trajtuar, kemi arritur deri në një stacion i rëndësishëm nga periudha, nga jeta e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kemi thënë që e jeta e pejgamberit është e rëndësishme, çdo detaj i tij për ne është i rëndësishëm, i nevojshëm, i dobishëm. Mirë po, në kuadër të kohës dhe mundësive që kemi, po marrim disa nga stacionet e rëndësishme që ka kaluar për to pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe po nxjerrim disa dobi dhe po përmendim disa urtësi që më le të kuptojmë edhe ngjarjen, po edhe të përfitojmë nga ngjarja për jetën tonë të përditshme. Nga se realisht e tërë biografia e Muhammedit alayhi salatu wasalam është një model për neve, është një shembulltyr që duhet me ndjek. Kam përmendur në takimin e fundit se pas një vetmie, pas një kohe të kaluar në vetmi pejgamberi son, tashmë i erdhi shpallja. Dhe kemi përmendur disa detaje të rëndësishme nga kjo ngjarje, si ka ardhur shpallja, si e ka gjetë shpallja pejgamberi son, çfarë ka ndodhur mbas i kanë ardhur ai të para, e të tjera çështje që kanë bënë me këtë ngjarje madhore, të rëndësishme, vendimtare në historinë e njerëzimit, dhe disa dobi që kanë të bëjnë me këtë ngjarje. Pasi pejgamberi son e ka kuptuar se është i dërguar i Allahut mënduar, dhe tashmë nuk ka pikë mëndyshje se Allah e ka përzgjedhur të jetë i dërguar i Allahut dhe të jetë njeriu që me të mbyllet pejgamberlloku, mbyllet shpallja, e ka kuptuar se misioni i tij nuk është i lehtë, është mision i rëndë, është mision me përgjegjësi. Tashmë pejgamberi kalon në aksion, në veprim. Mirë po, thirrja e pejgamberit sa më të ndrozur nuk ka qenë që nga dita e parë publike, nuk ka qenë që nga dita e parë e hapur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një kohë caktuar, 2 apo 3 vite sipas transmetimeve, ka bërë një thirrje pak më të mbyllur. Disa e quajnë thirrje fshehur, fshehtë ka thirr. Nuk është e fshehtë ajo. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, domthonë, ka qenë njëri që e ka ditë se është pejgamberi i Allahut. Edhe ka njëse i ka aktivitete, por si ka bërë publike. Mirë, po jo fshehur azi, që dikush ta kupton në mënyrë tinzare, prapa shpinës së Kurajshve. S'ka bëu kështu pejgamberi alayhi salatu wasallam. Andaj stacioni i rëndësishëm i periudhës, apo i kohës, apo jetës së pejgamberit është ajo që ka të bëjë me thirrjen e tij, me 2 periudhat. Periudhën e fshehur, periudhën jo publike, jo të hapur, dhe periudhën publike. Dua që këto 2 ti përmbledh me një takim, veç sa për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe çka përfitojmë ne nga ndarja e thirrjes në këto 2 periudha. Fillimisht e përmenda të ndërmuar vëllazër se Muhamedi alayhi salatu wasalam, kur e kuptoi se është i dërguar i Allahut, tash filluan me zbrit ajetet, ai fillimisht thirrri familjen e tij të afërt. Prandaj njeriu i parë që ka besuar është gruaja e tij Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Është Khadija, nga gratë, nga burrat, i pari që ka besuar është Abu Bekri, shoku i tij i ngushtë. Ndërsa nga fëmijët është i pari Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Pse Aliu është i pari që e ka pranuar Islamin nga fëmijët? Për shkak se është rrit në prerjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Don kur ka qenë pejgamberi më i ri, e ka dhënë një propozim të afërmit vet. Ka thënë se Abu Talibi, agja i tij, që ta ajo është rrit pejgamberi alayhi salatu wasallam, e ka gjendje rënd ekonomike, ka shumë fëmijë. Hajde bëjmë të gjithë ja marrim ka i fëmijë arritëm. Ky ka qenë propozimi i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe ju ka pëlqyer, tjerë, kam po i ndihmojmë. E kujdesin për Aliun e ka pas Muhamedi alayhi salatu wasallam. Që ai është rrit me pejgamberin sa më rrit në prahën e tij. Andaj ka ditë që ky njeri nuk gënjen, ky njeri nuk mashtron, ase është rrit në hijen e edukimit të Muhamedit alayhi salatu wasallam.
Andaj pejgamberi i ka mbledh të afërmit e vet, edhe ju ka thënë se po mbi shpallja, mua Allah më ka dërguar pejgamber të ju, unë ka marrë që tu atë reki vrejtjen nga një ditë që është e vështirë, do të punu për atë ditë e gjykimit, që shpëtoni nga zjarri Allahu xhallahu ala. Andaj i është drejtuar me emra agjellarve, halës, vajzës i, se unë tek Allah nuk puna më ju kry punë. Mos llogaritin mu, por llogaritin në angazhimin, besimin dhe punë të juaja. Disa e kanë pranuar, shumica nga të afërmit e kanë refuzuar pejgamberin alayhi salatu wasallam. Mirë për Abu Talibi i ka thonë, agja i tij i ka thonë, o biri vllaut tan, unë nuk mëj me konë fen tonë, për shkak se do të më thojnë tradhtari babës. Abdul Mutalibi, baba i tij, ka qenë njëri që ka adhur idhuj, normal. Gjyshi i pejgamberit alayhi salatu wasallam. A dhe me të një këtu i thojnë, e mashtroi nipi e la fen e babës vet. S'o na bëj këtë punë apo. Që ka ndikimi i zakonit i rrethona ose. Mirë po, sa të jem gjallën nuk guxon me të prej kërkosh. E ki mbrojtjen tënë. Dhe kur u sigurua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëra filloi që të kalon dal nga dal me urdhën e Allahut, padyshim këtë kohë ka qenë me mbikëqyrjen dhe urdhën e Allahut te barekuhu teala ka dalë në thirrje tani më publike. Dietarët kanë përmendur se arsyeja që fillimisht 3 vite e para pejgamberi sa nuk ka bërë një thirrje publike, nuk ka dalë publikisht, por ka përdor afërsinë me njerëzit për t'u kumtuar njerëzve shpalljen. Ka thënë se fillimisht i është dashur edhe vetë pejgamberi një kohë për mu forcu, mu përgatit, me adhurim, me përkushtim, me përmend të Allah xhallahu ala, nëse misioni është i fortë, misioni është i rëndë, ka ballavim të fuqishëm, i duhet vetë me u përgatit. Pra të ndërruazë nuk mund të marr punë të mëdha pa qenë i gatshëm, pa qenë i përgatitur, pa qenë i edukuar, pa qenë i formuar siç duhet. Ka njerëz që ju mungon formimi elementar, edukata bazike ju mungon, por dojnë me marr punë të mëdha. S'mundesh valla. Soni bante ato. Si kaluar për proces të edukimit, në proces të formimit. Andaj pejgamberi ka kaluar për adhurim, dal nga dal ka marrë ajete, ka lexuar Kur'an, ka filluar që domun pak edhe vetë me u përshtat me këtë shpallje të re, nëse kam dhe kështu me thonë apo. Pastaj edhe dyta kam përmendur dietarë se i është dash pak me marrë një siguri nga familjarët. Nëse më ndodh diçka, nëse më refuzojnë, kush më përkra, a kam ne përkrajë në familja, mas pari të familja duhet me qelë meselën. A më përkra kush, a më gjinet kush. Kur ka pasur tek familjarët, e ka Abu Talibin i ka mjaftu. Edhe pse thuhet në disa transmetime se një tubim të ngushtë familjar që kanë pas kanë qenë agjellarët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Në mes të tyre edhe Ebu Lehebi. Dhe Ebu Lehebi është çmend, është tërbu kur e kanë këtë qafë të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Saqë në një rast edhe janë fjallos me Abu Talibin, sepse Abu Talibi agje i madh ka qenë më i madh, është dashur me respektu, por Ebu Lehebi ka dalë nga vetja e tij duke u fjallos qysh ti merr guxim me mbrojt. Jo me mbrojt, por na do të parë me kon që ndalëm këtë njeri. A dini çka thonë arabët për neve, çka ka dalë për fisit ton? Këtë kanë pas punën se çka thojnë, çka bojnë. Në fakt që shumë njerëz domon besin në errësirë, nuk e pranojnë udhëzimin e Allahut te barekutaala, nuk zbatojnë unat e Allahut xhallahu ala, jo pse nuk kanë bindën. Jo. Po çka thonë tani njerëzit? Ta njerëzit thonë çka ky ja boni, ky tha kështu e kështu. Lej njerëz Allah. Njerëz tek Allahu shkruajnë punë. Ditën e gjykimit këtë kanë më thonë vetë janë. Kur as portis mërzitet Allah hiç absolutisht. Kështu e ti punët tua, lej njerëzit. Se njerëz çysh ta bësh nuk naqen. Por Abu Lehebi ka rënë viktimë kësaj. Abu Talibi din gjyst. Ka me të përkraj le të thonë çfarë dojnë. Ama më u besimtar nuk muj. Edhe pse e di se ajo që apo thotë ti është e vërtetë. Subhanallahu. Edhe ka vdekë në idhujtari Abu Talibi, fatkeqësisht. S'ka vdekë musliman. Po Allah din pse nuk është udhëzuar. E pas saj ka dalë pejgamberi sa publikisht, nga sa Allah i ka thonë fasda bima tu'mar. Publikoja tash, del publikisht dhe kumtoja atë që jenë ngarkuar me të dhe me atë që Allah të ka urdhëruar. Atëherë ka në transmetime se pejgamberi alayhi sallam ka hyrë në kodrën Safa. Kodra Safa ka qenë një kodër të është e njohur ata që kanë qenë në umrën hax, domthon është një
ceremoni e sajet e lëvizjes mes mervës, Safas dhe mervës, ku ka vrapu Haxheria me kërku ujë për birën e saj Ismailin alayhis salam. E ka qenë si kodrin, është ngjitur nalt, domthonjë që njerëz poshtë me pa, këtë me pa, edhe me niçe pa. Edhe ka thirrë pejgamberi, ja mashre Quraysh, o Quraysh, o filan, o filan, o i ka thirrë fiset me emër, ka një. Kur e kanë pa Quraysh, e kanë dëgjuar pejgamberin ka i thirrë, ka diçka të madhe se ky njeri s'na thet për kurrë. Ky është njeri serioz, ky është njeri i besueshëm. E ka njohur pejgamberin alayhis salam. Atë kur e mbledh fiset arabe, dikush u ardh vet që ka qenë domethënë nga udhëheqësit e fisëve, e dikush që s'ka pas mundësi marr, ka qenë në zonë pune, ka qenë i përfaqësuar ka shkak, kështu çka po thot Muhamedi, e tani ka zëna çka po ndodh. Atër pejgamberi asë më ka thonë mas pari, o pari, o popull Quraysh, a ju kom gënjën ndë një herë? Ka një kur. A ju kom mashtru ndë një herë? Një kur. Kur s'na ka rajtë, kur s'na ka mashtru. Ti e të na, do me i certifikum si njeri besnik dhe njeri vërtet. Ka thonë nëse ju thëmë se mas sëj kodre, është duar ndë një ushtri, me usurmu. Entu musaddiqi, a më besoni? Thojnë, po të besoni se kur s'na ka rajtë. E ka thonë, pra unë po ju thëmë që jo një ushtri, po një rrezik i madh po ju ka nosët dënimi i Allahut te barekuhu teala. Allah më ka dërguar pejgamber që t'u atërheqë vërejtën nga dënimi i Allahut, nga hidhrimi i Allahut te barekuhu teala. Andaj shpëton e vetën nga zjarri i xhenemit. I ka thirrë pastaj fis me emrin, o fis, o filan fisi, o filan fisi, o filan fisi, me emrin i ka thirrë. Shpëton e vetën nga dënimi i Allahut, nga se unë nuk ka mundësi mi u shpëtu tek Allahu, nëse ju nuk e shpëtoni edhe nuk e nxjerrni veten nga dënimi i Allahut te barekuhu teala. Kur këtë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, parlamentet në rozë këtë gjendje, ata po këshyrin çka ka bëu akia. Unë ky ka dalë pi thonë diçka këtë idenë se kanë çka ka bëu. Është çu agjeti e Vulebi ka thonë eli hadha jama'atana, a për këtë na kem lidhë be tu thafshin durt, e tu thaft goja. Naudhu billah e kanë pejgamberin alayhi salatu wasallam, po na mati çapesh ato. Me të nëmë i keqi sa në gjonë, vëllab, gale mësi. Me të nëmë zlumqori sa në gjonë. Me të nëmë viktima rujo. Me të nëmë i dopti rujo. Se me të nëmë zlumqori, heq gale mësi, flerë atë vëllah, mësi gale se i këthet atina. Për shamun, një hajnë me i me dvjedhë. Edhe mësë me gjithë parë, man. Ti i zotit vrafës, që gjitha parët, atë gjonë, jo, në nëmë se dush, të vrafë ty që i me vjedhë. Andaj, mëski gale kur që dikush nëmë për të keqë, për gabim që i ka për. Ku është këthy nëma e Ebu Lehebit? Ku është këthy? është këthy mbi kokë këti. Allahu ka zbrit ajat, derin ditë në gjykimit, malkohet Ebu Lehebi. Tebbet yada Abi Lahabin wa tabb. I malkuar ju thafshin durët e u thaft Ebu Lehebi. Ati u ka këtë kajtë malkimi, jo pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe ka fillu të ashtë të rëzër, kjo qështë e më bëhe madhe, normal, Quraysh fare mirë se kam prit këthire, e ka njësë të ashtë kjo, ja u prish kërkullimet, ja u prish konformitetin, ja u prish shumë sene, edhe tash ka fillu e periuda e diskutimeve se qysh me nalë këtë njëri, para se me marrësh arabët që ka dalë, para se me marrë fiset tjera se kjo ka dalë, qka me i bo për me nalë, edhe ka ardhe periuda që do të klasin për te, do në qëfar metoda kanë përdorë Quraysh të Mekës për me nalë pejgamberin alayhi sallam, mirë, po asë një metodë s'ka qenë efikase. Asë nëse ka nalë. E pëse në këtë periudë fitestare, e tërë bara i ka ra veç pejgamberit alayhi sallam. Normal, gjithmonë ka qenë bara mi te, po në këtë periudë mjë të veçantë ka ra bara mi te, për çfarë arsye, se ata që ka mësu ka qenë shumë të ri. Ata s'kan ditë, ata projekti kënë të mësu islamin. Edhe pse pastaj ka filluar me u torturë në mënyrë barbare nga ana e Qurayshve, për këtë do të flasim se si kanë qëndruar, si janë sjellë sahabët e pejgamberit besimtarët e parë me këtë situatë, mirë po dua që ti përmend disa dobi të ndozur edhe me këtë pjesë, domethënë që ka të bëjë me daljen publike. Me çastin gradual i kashitires përmendim se pejgamberi s'ka dalë publikisht, se vetë me adhurim, me përkushtim është të forcu,
pak edhe ti është dasht me, po thëmë kushtimisht, me bo një përvojnë thirje, që shme thirë këtë, që shme bo, edhe për të ka qenë këtë e kjo punë, s'ka pas as mësus, s'ka pas as përvojnë me të kalumen, por edhe me sigurin e përkraj që kur dhe publikisht me ditë në kanë me logarit nga fisi i tija. Ndërsa kur ka dojë publikisht, edhe këtu pasaj ka përfitime të mëdha të ndërlozër, që janë edhe për neve të përfitime, dhe urësi të daljes publike të pejgamberit alayhi sallam. E para të ndërlozër është se dalja publike e pejgamberit në mësën se ku duhet njeri mja fillu. Gjdo punë e mirë, gjdo kontribut, gjdo angazhim që njeri jep mas pari në familje, pastaj për popullin e shoqërinë ku ai jeton. Pejgamberi s'ka shku me i thirr popullin e Taifit, as në Medinë, as diku tjetër, mas pari ka Kurajsh të Mekës. Mas pari ata i ka thirr. Pra ai të ndrozë, mas pari është vani jot, mas pari popullit, mas pari në tut, pastaj kontribuaj jep ku të mundesh jashtë. Deri në pas me tut. Duhet deri në pas me rrethin tënd. Kjo është deri jon, kjo është gale jon. Qase Allahu na ka kriju në mesin e tyre, na ka dërguar Allahu në qendran çdo. Prandaj duhet besimtari me ditë ku me filluam. Edhe ku me djersën e tij, dhe ku me dhon mundin e tij, dhe ku me dhon kontributin e tij. Pastaj të ndërrozo, shikoni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kjo është shumë e rëndësishme. Shpesh edhe njerëzit për shembull ose të them kështu. Shikoni pejgamberin sallallahu çu ka filluar. Si ka premtuar për shembull pasuni, si ka thonë çështje që në kënd reale, hajtë njerë t'i bëj për veti, tani u kallzoj çfarë puna apo. Jo Allah, fillim ju ka thonë punë serioze, punë të keq që keni. Fillim ju ka thonë, unë ju marr më ju thonë që është një xhenem që ju djeg Allahu na rujt, andaj ju marr më pështu. Do të njerëz më ka thonë më ojë syt. Do njerëz kanë çfarë për xhenem hiç. Që ata tu fol për xhenem, tu i tmerrun njerëz, tu njerëz. Allah, xhenemi është hak. Nuk bën me kalu veç këtë pjesën e friksimit. Po, du me balansu edhe me xhenet, e me mëshirë të Allahut, e njerëzve më japë shpresën se Allahu ja fal, po, por ju njerëzve më japë qefin. Më japë qefin se tani vinë me kallaj. Nuk jem të formuna parti që më nërë njerëzit, apo. Ne jem të qenë njerë në xhenet. Në xhenet ka më shkuar që ka thënë Allahu xhallahu ala veç aq. A vjen kush tek mund s'është përgjegjësia jona. E jona është njerëz më ka thënë që është vërtet apo. Çfarë është vërteta? Ai për shkakun se dikush thotë, valla çora unë falna ma abdes sunma. S'ka gale, veç falu. Që më s'ka gale? Ja më thonë s'ban pa abdes më falë Allah. Do të më mëson pi fillim, jo njerëz më bëj çefin tani më fal 20 ditë pa abdes, se më ka thonë më hoxha jam atë që bën atë. Po s'ban Allah. Kjo korrekt, s'është kjo fjalë jam, apo. Asë ju, ti është fjalë Allah ta zgjon. Do njerëz më thonë çka është vërteta. Po, do të pas gradualitet, në pas urtësi, maturi, më ka mos për besimin në Allahun xhallahu ala, më ka të rregulla, më mësu të sana, mirë po kur bëj diçka gabimisht, vazhdimisht, do të më kallzoj njerëzit. Më kallzoj njerëzit. Kjo është haram, kjo ndaluar me zban, Allah ka ndaluar. Sigurisht, nëse ka gabim, për shembull që thotë Allahu s'ma falim, Allahu ta fal çu jo. Andaj vazhdimisht ka shumë devimin e njeriu nga janë e rrethoj me udhëzim, që mos të thellohet devimi për të afrohet ka udhëzimi. Mirë, pa me përjashtu komplet nga fjallori në xhenemin, mos fal për xhenem. Mos fal për dek Allah se për na prish nëna. Mos që për na prish nëna ti kimë dek. Çka i thosh Allahut kur des? Ai gati me dek. Sa s'ban këpiti me bukur? Vetes tona, më thon njerëzve për sjell. Kimë dek Allah, kimë dal për Allah për para. E kjo tim ka ndonjë sipërçan. E pastaj thonë një ndal do xhallar, do për xhenem pa folë për dek, pa folë. Sa është vërtet apo? Ka xhallar që flasin edhe për dek, për xhenem, edhe për xhenet, edhe për jetë, për të flasin. Ama aty ku s'u pëlqen se u prish, domthonë rahatin e çaja tim s'ban atë. Folna për dashni për Zotin. Sahi. Do të më folë që Allahu na don, po do të më kallzoj që edhe Allahu xhallahu është hidhnot. Mos më ngud, ta më u kallzuam atë. Jo më kallzuat pjesën e imagjinatës, çefeve, tekëve të njerëzve, apo kur mos më u prish. Jo, ashtu njerëz ngojnë 1 milion njerëz të bëhen me të ngu. Pse? Pse kanë qef, që u prish kur, don kur ketë sfol për ta, normal. Shikoj, Muhamedi ditën e parë ka thonë, unë kam marrë mjot rik vretën para se marr kiameti. Është një xhenem, runë për tina.
se punë mirë si keni. Dhe s'ka lajka në fe, s'ka politikë në fe, ka maturi, ka gradualitet, ka sinceritet, por jo mashtrime, jo lajka, jo përgdhelje të panevojshme të tepruar që njërën e ma në errësirë, në devijim, ama mos t'ja prishe. Prishe Allah, pëtëm. Po prisha në urësi, prisha me maturi, po, ma prisha, mësaj e njërin. Mësaj e njërin. Për në përshamë na, tash, të ndërlozër, me pa dikon të marrë abdes. Edhe si lanë kumë të heqë. Heqë si lanë kumë. S'pe i tha ma urë të ta zirë më falë heqë. Pa i nësin s'ka namaz, të mësaj e njërin. Ti ma mirë thuj, e përmirësuot. Se me lonë që ashtu të sa i më falë, pa i la kumë, s'ka namaz, se s'ka abdes. Andaj duhet me arrujt fe njërit të mësu. Jo tu e mbajt në errësira. Andaj për arsun ka dojë publikirë që ka dojnë, që kjo është e vërteta. Tjeta të marë të ndërnëzër është, dhe më thonë, në këtë aspekt është, se pejgamberi s.a.s. ka pas kujdes veçan për popullin e vetë, ju kanë dhimbët. Andaj nuk ka dalë para njerëzve, veç më ju thonë që më ka thonë Zotin një obligim e kryva, nda që uzon, nda që mos uzon, jo, s'ka dalë shtopën. A i ka dalë se për me ju kanë dhimbët. Për me ju kanë dhimbët. A i ka pas edhe obligim nga Allah me u kumtu të vërtetën, por këtë kumtime ka përcil me dhëmshuri. Ndaj ati kur e mësën dikan, po e ki obligam me mësu për fejnë ato që përmena, por për cilë me mshirë, për cilë me dhëmshuri, me të pojë që ti fort po të dhime, vallaj s'kam interes kushe për ti jone, veç e kam me të po mirë, dhe të shojnë njerëzit të ti një dhëmshuri, një përkushtim, një dashni për ta, që realisht ato që ka ti u thosht, pas taj ma të rjece, ma interesante, ma sinqert me pranuar. Kur fa interesës kjo? Kur gjë? Do unë, qka të nërru dhezën, për shambu nëse unë e si hoqë, i fëtë njerëzit mu falë, edhe 100.000 vetë falë në përë, qa fitojnë? Me se opë të ka la gjellëvëna. Që asë kom njëtë me formu në i parti, asë me bu në i kryetar, asë me bu në i shkurgjë. Veç mi thirë njerëz të ka la u këtheuni. Si thirë të ka la gjellëvëna, vazhdim me tjetër. Qaqë? S'kem në këtu plane me kalu dikush, e tash si të bunë këte ka la këqa bodë, se anë zbohet, veç hajrë bodë. Veç ashtë një harë në dhjo. Njerëz më këthirë rrugë të Allah të barë këtële. Ko që ma të i përëm? Ai nuk ba njerëz me jetu një frikë se qa bodë, kurës këmë bo, veç mirë këmë bo. Njerëzit, sa të ngune Allah në mirë është puna, apo? Sa të falën mirë e puna, sa të agjeru njërët mirë e puna, veç i kaqë. Andë ne kemë qefë për më bo puna mirë, që ata njerëz për i thrasëm. E mas shumë të në këtë detim në dhimet popullë jonë, familje jonë, për këtë dhe japin për kushtim matë matë në popullë tonë, në familje tonë. Po të vreta i kujdesi edhe mshëria që se ki me e këqafe, ose se ki për shambull me gjiku, ti i thush për shambull, në shka në obligim që falu, Allah, një herë, s'po mujnë më falë, atërë s'po mujnë më falë, dhe ti si musliman. Nuk ban me qitë njërin në prit, e si të del në prit tash në shenje ki e gjuja, jo Allah, tër. Po le të heton të ti dhe mshëri, jo shejtari, jo me gjujt në shenja, tër. Po më dhimë është, me këshirë me përëkulla, me agjitë, që sa mirë, ti musliman, me alip një vekës, dikune tani, me qatë vekës, me adhojë edhe vekës tjetër, po me përashtu njerët, me gjiku kalla është, Ate pejgamberi sa, a veç ty ka thira? Jo, kjo është nisma. Non-stop ka shku. A gjejti që kështu të ka bo. Asë një fjallë se ka këti pejgamberi sa. Që i tha, a përshëna kem ledhve, tu thavë dora, goja, s'ta pejgamberi sa, dhe qka, ose mu përla me tas, absolut asë një fjallë se ka thonë. Madje me 10 herja ka tërki dherë në agjës vetë, që ti, dherë se ka ardha jeti që kësë zotë se Allah e ka malku, mu në fund ka punë mu. S'ka mu, o kërri, me dekret, zotit, kjo njeri ka marrë funda. Ama pejgamberi s'ka i këdojë për ti kërë. Ibrahimi anisam, baba i ti ka, jo që ka qenë idhujtar baba Ibrahimi anisam. Jo veç kaq, jo veç idhujtar, jo. A i ka marru idhuj. Ma lo ma kaq, njerëzve u a ka shit zotnat. Njeri kur me pa zot, u shkur ka blete baba Ibrahimit e sëmë, parë më naftë. Qëfar dugoje ku shqitë në zotë në atë. E dyqangjia ku në shqitë zotë në atë, konë baba i Ibrahimit e sëmë.
E Ibrahim sa me ka thirr. E I ka thonë, heq mu qafa se m'ke lodh mu. Qas I ka thonë, apo, baba I vetë, apo. M'ke bezdi se m'ke lodh mu. Aja pa te ka thirr. Dhe se ka përzon baba I ti ka. E s'piktujt. Ka thonë se estakfur leka rabbi. E pëse s'po ka mundë si me thirr, ka me vazhdu me kërku pe Allah me ta falë, për babët vetë. Derisa Allah Gjellewala ja ka ndalu ka mos vetë për ta mu. Diçka të drejtë. Po nda skema se shpallje, ka marrë fund apo. Ti vazhdo më lut për njerëz. Vazhdo më thirr. Derisa e gjalla. Por thash me dëmshëri, me të pa që pidhimesh, me të pa që ka mëshirë, ka dashni kështu më radh. Për të që marrë të ndërës është edhe rëndësia që njëri me kuni qartë na që kërkan. Sigur që përmana, pejgamberi me kuni qartë. Kjo është e që unë e lipi unë. Kërna në komunikim me njerëzit në ashta, kërna në prezentimin që kemi, në kemi shumë qartë. Njëri thotë, qëka du të me bëhë, Allah? Fletë dy sasë të mërve që e këtë është me da. Dilë temë, Allah, e qa me bëhë? Ajë me kuni qartë, qartësia në thirje. Me të kuptu njerë që ka kërkan. Qka është Islami. Sikur që Ebu Sufjani s'ka besu në pejgamber sa, ko gjatë tek në fund ka besu. Mirë po e ka ditë saktësisht në që ka thërët pejgamberi sa. Kër e ka taku Heraklion, mbretën e Bizantit në Damask, atëre ka qenë në udhëheqjen e Bizantinëve, dhe e ka pyet Ebu Sufjanin, te ju doli njëri, ku shaj njëri, që ka pëthërë njëri, që tu thonaj? Ebu Sufjani e ka nëroj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, subhanallah, si me kon gjemati pejgamberit, vëllai gjemat me kon, së ato, me kuptu da qartë, edhe hoxha du të I qartë me kon, pa dhe gjemat du të qartë me këpësantëve. Jo me shku me thonë, tha hoxha kështu. Jo, Allah, s'tha kështu, që ku e more vete që tha kështu dhe Allah. Ka edhe ndodhë, thot dikush, hoxha ngoha një ders, edhe që kështu ke thonë. Jo, Allah, s'ku më thonë, se pas ke marrë është heq, ti s'ke konë të ngu heq. Me ngu me menjë, Allah, me kuptu që pëthugut. Koreshtë e kanë kuptu taman që apoli pika mërsam. Se edhe kuj ka qeni qartë, pa ta kanë ngu me menjë. Ta është u kuptu. Ta është. Ndaj me kuptu me menjë. Me qartë me konë. Qartimi po flasëm, që thamë, ti kejtë fjallë, së një manë menë, është normal. Po kuptimin, diçka për jasaj, kur t'ja ka dhërë dikujt, taman me konë që shtë ta hoxha. Gjithashtu nga që marrëm të ndërnus është sa është më rëndësi përkrajnë familjarë. Shumë është më rëndësi. Do me të përkrajnë familje jo të është më rëndësi. Është mbështetje madhe. Prandaj edhe investimet me që një madhë familje. Që me pas edhe përkrajnë, me pas edhe mbështetje. Ke pa dikur për shembull që e s'ka faj për këtë punë, po njerëz sa të flasën. Për shembull, po më kimir me babën e ka pas. Ama vllai I tij, apo njerëzit, don kur se ki problem është. Problem. Pse njerëzit mund s'ka faj, është do zu, kohes, ai s'ka faj për këtë punë. Po mund të jetë një lloj pengesë, mund të jetë pengesë. Prandaj të ndërrum, duhet më rujt njëri shumë që për shembull sot baba, nona, të jenë të kujdesshëm në mënyrën e tyre që jetojnë, në mënyrën e tyre që sillen, në mënyrën e tyre që komunikojnë me njerëzit, që nesër dikush më nxon kryt me punët e prindve të tyre apo. Më nxon kryt. Po thon po bre bash. E kështu më radh. Më rujt me menu, është përgjegjësia e prindve që me I përkrah fëmijët e tyre, ende po u bua ata fëmijë me kon dikushi. Me I përkrah me kontribuat me punët e tyre që kur vjen koha me thonë që po valla, se edhe prindi ke pasur kështu. Do prind smerojnë për këtë punë. Rëndësia I domthon me kry punët e veta, çefet e veta, teket e veta. Mandej apo krijon një bazament për krahas për fëmijën apo jo, se ka gale këtë punë. Ke çpërdon pasuri, merr apo domthon se ka gale çka bën, punon me drogë, punon me punë faqëzëllë që dush më me rëndësi, po fiton apo ecën, apo I ka gjetë dikën atë ku e di atë far, dikun e korrupton, jam lënë dikush dosjet, çështu ecën më thon. Sa punë, sa veçjeta jote më vapa. Hajtë të projtës, po, qëka I bën fëmijë atë nesër?
korritin, nëse kam shkuar me lip dikuj çika thonë, jo më aty fal. Ti vet djalin tonë ke qit ose çikën tonë ke qit pozicionin që nëse dikush ka më. Pa më nuk njëherë për këtë punë. Se familja është përkrahje e rëndësishme. E duhet më mëruç me përkrahje një tjetër. Vazhdimsi apo. Andaj pejgamberi ka filluar me familjen e vet, me ta ka filluar mas pari. Ka pa apo përka dikush. Është normal. Mos e kesh përkrahje botalibi. Që është kësaj pejgamberi sallallahu. Ata tutë s'pëdojnë. Ama kudo e talibi ka dal. Ndaj të nërëzër, njëri kudo që shkan që respektojnë, wallahi nuk e gëzën atë respekt, nuk e përjeton që shduhet atë respekt, nëse respekti i venit vet, i familjes vet, nuk është nivel duhur. Po fatkeqësisht njerëzit zakonisht ati të vetës që adin, ata të hujtë adin ma shumë të vetës se i vetja. Ata duhet me vlerësuar një tjetrin, me përkrahje një tjetrin, që njerëzit pastaj kur na shohin duke u përkrahur, duke u dashur, thonë Allah, ka diçka këtu. Sikur se pejgamberi sa thonë që ka kërkuar përkrahjen e familjes së tij. Dhe në fund, nga kjo që ka dalë, po pejgamberi publikisht, dobit që i marrim gjithashtu edhe me dalë të ndërrozë në atë kohë. Në atë kohë me dalë, pa në s'ka kamera, s'ka kurrë se kush mbi këtë tokë. Me dalë para një popull dhe mi thonë që Allah më ka dërguar mi thonë që se keni mirë me bora. Dhe që së më gani ka mi dënu Zotë, valla ka që të me koni gëzim shumë. Ka që afarë du të me likë të farpuna. Ka që du të me koni njëri që sakrifikan. Pse, ku i dinë pasojtë? Ku i dinë gjithë shka ku me ndodhë? Ama i dërguar që më ka dalë. Për të kuptu, ti dhonë të nërëzëm, sa shtrejt e ka pagu pejgamberi s.a.s. me keq që ka pasë. Edhe shokët e ti që do mësojnë më vonë, që kjo fejë mu përhapa. Sot ti sa e pagun këtë? Nga koha jote, nga mundet, nga edukata jote, nga sjellja jote që me konë shembull i mirë si musliman. Sa jena në gjendje me konë të mirë që dikush me e dash fejnë Allah xhallahu ala. Të nërëzër pejgamberi se mu dalë publikisht, njerë mi mësun fejë. Me uzun fej, e kanë përjashtuar, kanë dëbu, kanë kry dhunëmit, aty një farë dhunë, apo? Edhe në fund, ka fitu pejgamberësëm, ka fitu modeli ti, ka fitu thirja ti. Tash e moqu na mesirët të pahishme, të pandërgjeqshme, apo? Edhe me prish këtë sakrificë, me prish këtë gëzim, valla është e tërshmat. E tërshmat. Është marrë, me thonë dikush, për shambull që, valla që ata që i farin 5 vakte, heqeshin punëtor, ma dembela, apo, është marrë Allah me thonë kështu. Allah i marrë është. është marrë. Që kështë pejgamberi s'ka flajt, e ka lidh ditën me natën me thirr njerëz fej. Që njerëz me dashkë këtë fej, ka thënë që fej ka armë u bë njerëz. E më u bë të sjellshëm, të zellshëm, punëtore, më u bë produktive, më u bë njerëz që duhet. Tash më çu dikush i fal 5 vakte edhe çka është feja. Kjo shkar feja. Qoftë mashkull që femër. Dhe një motër me shami, për shembull, me gosilë të pahishme në për rrugë. Që s'ka mësu pejgamberi, që s'ka mësu me mua? Tja, që shtu e shembull i mira? Apo? Në ka rregull. Prandaj, sakrifica e pejgamberit sëmë duhet të shndërrohet në dritë për neve, që edukohemi e jarujmë ftyrën pejgamberit alayhis salam. Ai ftyra ti është e rujtme, imazhi është i rujtëm, s'ka kush e njollos. Por na do të më bu sebeb që njerët me dash ma shumë pejgamberin. Nga sa i ka sakrifikuar të nëzë. Aja është lodhë. Aja ka hekë për këtë punë. Andaj, me përresit madhe, kër e me një përresit punë, kudo që ti, kër i Allah me dhe tyrë, ma dje edhe ma shumë japë, edhe ma shumë angazhohë, edhe ma mirë bëne, veç me thonë që, për bëjsh në ta ma këta që i falën, për bëjsh në mas mirë. Që namazit me konë shambull, ma i mirë për punën që e banë, për kontributin që e banë, për sidhe që ki familja. Për në ka regull duke është me thonë, valla shku në haqë veç, më këtë badjava është shku. Ja, bre bora, kjo badjava në haqë. Ka të zojë që haqë në ka bu njeri, islami në ka bu njeri, namaz në ka bu njeri, dhja, derës në gjamija. Para që është e ronë për shumë marë, duke është me që, ojë, të gjematë që për në kënë ty në gjenë që për vjenë derës, ama, që është shlia ka bu njënë, qështë një tash hoqja këtë drejtëm. Ranë është të të një. E para qështë, adhe në dëmonë, kishë moni pejgamberës me konë gjallë me pa që
pasues të tij, ata që e ndjekin rrugën e tij, ama mashtrojnë, tradhtojnë, s'dalin fjalë, nuk zbatojnë zotimet. A çu është kjo punë? Marrë, është marrë për shembull, për hatër të Zotit fillimisht, e para, pastaj edhe për hatër të sakrificës që ka jap pejgamberi me kon model njerëz me dashur. Shpresoj jona. Ne kemi obligim këtë punë të ndrozur. Prandaj korreksi, përgjegjësi, sinqeritet është ajo që duhet na udhëheq në jetën e përditshme. E sart diçka të shkëmën aty. Subhanallahu, ai njeriu hyp midis safasat e hyp me njerëz me thirr, me burra, unë tash më shumë ja prishat marrën. Prandaj, kjo është që na mban. Që kjo është ajo puna publike. Ai ka dalë publikisht me thirr njerëz. E aty ku dhe publikisht thirrri, po thirrri me veprat e tua, para se me fjalët e tua. Thirrri me sjelljen tonë, me përkushtimin tonë, thirrri para se me thirr me dersit e tua, ligjërat e tua, thirrri me angazhimin tonë, me produktivitetin tonë, bëj dobishëm. Me ta parin dikush me vllapu, me ta parin dikush. Nuk ka rregull të ndozur, nuk ka rregull që baba punon tankon e djali, po shkojnë në xhami më fal. Ti valla ti babës, ti fal ama. A baba më marr tani tjetra? Me bukë, me tesha, me tëra ta pa, a çështja muslimani? Unë po shkoj se po ripi dreket e një qini në xhami që se ish sevap më nejt. Po sevap ku ndo punë tjera më vllautën. Apo, ama jo dikush ta pa bukën, dikush ti lën tesha, dikush punon për ty, tash ti veç ku shkojsh veç hizmet me të bëu si në hotel. Apo në xhami shkon se ky do më shkon në xhenet. Jo, më vazhdim. Jo, feja është edhe xhami, edhe shtëpi, edhe rrugë, këto feja të nëntë. Prandaj më shëhat më të mirë nëntë që muslimani kur rrezik më fal. Kur rrezik më kthy nuk ta dhat, kur rrezik më gjenu. Ndron komplet, më vret ndikimi i islamit tek na. Që njerëz me lakuan, po veç. Fol çfarë dush, ama për korreksi, për sjellje, për dashni me zveti, për respekt me zveti, e pja dorna. Do njerëz na pa në xhami që respektojmë na, që respektojmë një tjetrin, më të vjetrin, ja shim rrugën, ja shim vendin, jemi bëjmë qetësi, shembull. Nëse çore pejgamberi hyp në safa, njerëz më thonë që çish pornon ju keq është. E çish gardu kurrë me ka çështë tu bozullom, tu bo keq çu gardu ata. Ai ka më thonë që keq e keni. Tash pornon na me dal me thonë që ai ka un keq e keni po na smunë me kon çish ka thonë. Çish mos mundesh po duhesh me kon. Është përgjithësi. Është një lloj përpjekje modeste, minimale për t'ia shpaguar pejgamberin mundin e djersën, angazhimin që ka bëu gjatë të jetës së tij, që feja Allahu xhallahu ala me qenë e pastër e pranuar tek njerëzit apo. Andaj kjo është ajo që ka bërë me dalën tonë publike dhe me përzierjen tonë publike me njerëzit gjithmonë të dominuar, të udhëhequr me edukatën e pejgamberit, me mësimet e tij, me sjellje, me përkushtim, me korreksi, me drejtësi, me ndershmëri, qysh në ka mësua Allahu dhe Muhammedi alayhi salatu wasalam. Allah na bëf shembull të mirë, pasues të denjë të rrugës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allah i përmirësoft familjet tona, e popullin ton, e me neve përmirësoft Allahu xhallahu ala njerëzit të mbarë. Kaq për këtë pjesë, Allah i shpëlbeft. Faleminderit për vëmendjen, për durimin, e u takoshim me takimet e ardhshme. O sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.